Tani nuk ka qa thot Rama më, ka mbaruar, nuk ka qa thot më se qa do thot. S'ka qa thot dhe ka nxjerr tani këtë lojën me pasaport. E kuptoni me, është ndërkohë që jo që ne kemi qa themi dhe nëse fillojmë themi qa kemi bërë, mund të rrim 10 ditë duke thënë edhe s'mbaron. Por kjo e pasaportës. Kjo është diçka e jashtëzakonshme për shumë arsye, por duke u kthyer tek pse jemi ne këtu dhe tek pse merreni ju. Po të parafiturosh vetëm një gjë, nuk se ka shumë, po një gjë vetëm, që unë e përsëris, se duhet ta dëgjojnë dhe të fiksohet gjithë. Ne mundësit për të mbështetur i kemi rritur, edhe kemi mbështetur etj. Por tani rriten edhe kërkesat për mbështetje, sepse njerëzit e shohin e kuptojnë që funksionon. Kështu që kërkesat për të marrë mbështetje për agroturizëm, për shembull, janë shumë të mëdha se ç'ishin. Që do thotë duhet shumë më tepër mundësi financiare për të mbështetur. Dhe përveç instrumentave që ne kemi krijuar, duke filluar nga 250 milion euro linjë financimi e Bankës Shqipërisë, që është atje për të gjithë ata që duan të investojnë në fshat, qoftë agroturizëm, qoftë agropërpunim, se këtu ka edhe bërthama të mirë agropërpunimi, mund ta marrin me garancinë e shtetit, 70% kolateralit e garanton qeveria, me një kredi që është nën 3%. Që është një kredi e arsyeshme. Ama kur vjen puna e pasaporta, keni parasysh që ne kemi mbështetur bujqësinë edhe kemi mbështetur pikërisht agropërpunim, agrobiznes, edhe me fondin e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ne na ka dhënë në total në gjithë këto vite na ka krijuar një mundësi mbështetje më pak, shumë më pak se 200 milion euro. Gjithë këto vite. Aty hyn edhe artizanati, të tëra. Në momentin kur ne marrim pasaportën, do të thonë që jemi antarë të Bashkimit Evropian, Shqipëria. Si antare e Bashkimit Evropian Shqipëria, 300 milion euro i merr në vit për të mbështetur pikërisht fshatin, agropërpunimin, agrobiznes. E kuptoni çfarë ndryshim? 300 në vit. Në totalin e vet, mbështetja që ne kemi pasur gjatë gjithë këtyre viteve e materializuar, se s'po flasim për ato që janë të planifikuar, po flas për të materializuar 1 miliard e diçka. 1 miliard e diçka euro. Me antarësimin, 1 miliard e diçka euro do i marrë Shqipëria çdo vit. Po të kesh 1 miliard e diçka euro çdo vit mbështetje ekstra, dhe mos harroni dhe gjë, ai 1 miliard që e diçka që kemi marrë deri tani, 90% është kredi. E but, po kredi, është borxh. Ai që do të marrim si antar të BE-s është 9% para e dhënë për vendin, grant, do me thënë e falur. Pse? Sepse është para brenda familjes europiane. Ajo familje ka i buxhet, që nuk është buxheti i çdo vendi antar në shtëpinë e vet, po është buxheti i familjes përbashkët, i fisit, po themi, të Europës. Dhe fisi, aty ka një ark që është shpërndan sipas nevojave të vendeve. Dhe ata që janë më të mëdhenj, më të zhvilluarit, më të fortët, ata i japin më shumë se sa marrin nga ajo ark, por kanë tjera interesa që e duan familjen e bashkë. Se është tregu etj. Ndërkohë që ata që janë më të vegjël si ne, ata marrin më shumë se sa japin, dhe pastaj kur forcohen e zhvillohen etj, fillojnë dhe ata pastaj japin. Pra, e kuptoni se për çfarë flitet? Është i kapërcim historik, epokal për Shqipërinë. Dhe është e dera. Tani si mund të minimizohen këto gjëra dhe të banalizohen, edhe të thuhet që populli shqiptar është i smur, se nuk e kupton. Çfarë duhet kuptoj populli shqiptar? Që duhet kthehet mbrapa. Dhe shqyr zotit që
E kam thënë 1000 herë, por në këtë periudhë e ndjej dhe e kuptoj shumë më thellë të gjë. Shqyrë Zotit që pikërisht që shqiptarët janë të rrahur me vaj me uthull dhe kur vjen puna për politik nuk ja hoqen i shkop, edhe t'japin ujë mbi shlugës.